Shtresën e dytë mbi të. Nuk duam të jemi vetëm një prodhues parësor, por duam të tërheqim industri të tjera, investime të cilat do të marrin njerëz në punë, do të japin vlerë të shtuar ekonomisë. Dhe qartësisht do të kenë efekte të një pas njëshme jo vetëm për Malin e Zi, por edhe për Europën. Ky është vizioni ynë. Drejt kësaj po ecim dhe pas kësaj kemi dhe fabrikat shkrirjes aluminit, të çelikut, të brezit të ri po themi. Qendrat të dhënave, inteligjencë artificiale, me automjete elektrike, elektrifikim të autostradave në mënyrë moderne, kështu që po shohim të gjitha këto projekte. E mendoj që kështu do duket e ardhmja e Malit të Zi. Më lini që të vijoj me shpejtësi nga pikpamja e qeverisjes dhe e qëndrueshmërisë për të nisur këtë projekt. Çfarë nën kupton kjo? Ose si përkthehet në anëtarësimin e Bashkimit Evropian? A është faktor në këtë rrugtim zhvillimi i kësaj infrastrukture? Shumë shpejt, pra jemi në procesin e çiftimit me tregun italian dhe shumë shpejt jemi gati të bashkojmë Bashkimin Evropian në aspektin energjetik. Dhe besoj që për një vit e gjysmë më së shumti do të jemi pjesë e tregut përbashkët energjetik Bashkimit Evropian. Patjetër që do të thot shumë, sepse kemi një treg të brendshëm 450-460 milion qytetarësh. Dhe të dy ne mendojmë që kjo është diçka kyçe, si tregi përbashkët që thash, nuk kanë frikë nga konkurenca. Janë 500.000 dhe duan që natyrisht triumfojnë kundrejt 500 milion investuesish. Por dhe ju keni pjesën tuaj të investimeve, investimi e Emiratëve Bashkuara Arabe, që ka ecur shumë mirë. Do të marrë dhe komente në fund nga kolegu, po cilat janë përgatitjet tuaja për zbatimin e inteligjencës artificiale në vendin tuaj, gjithashtu edhe ritmin e formues të inxhinierit, a jeni gati që ta përdorni në shkallë të gjerë inteligjencën artificiale në nivelin e vendit brenda? E kemi nisur në fakt paksa nga ana e kundërt në përpjekje për të nxjerrë më të mirën nga teknologjia digjitale, sepse po për shkak të shumë problemeve që i trashëguam sa i takon ofrimit të shërbimeve të mira të administratës, teknologjia digjitale na lejoi të ndryshonim tërësisht mënyrën se si funksionon administrata përkundrejt qytetarëve, e që prej disa viteve tashmë 95% shërbimeve tona ofrohen në internet, pra elektronikisht. I kemi mbyllur të gjitha zyrat e kontaktit shërbimeve në vend, pra nuk ke më zyrë të shkosh fizike, nuk ka radhë, nuk ka kohë të humbur, e merr shërbimin online qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë Shqipërisë. Ndërkohë, me inteligjencën artificiale, ne po e përdorim pra atë për të gjithë procesin e transferimit të legjislacionit Bashkimit Evropian në korpusin ton ligjor, sepse është në fakt po themi një pushtim në thonjza, sepse që tysh në Bashkimin Evropian të duhet të miratosh çdo ligj çdo rregullore në të njëjtën mënyrë. Për gjitha vendet ky ka qenë një vëllim jashtëzakonshëm pune, me përkthyes, me jurist, me hartues, me korektor, ndërkohë që me inteligjencën artificiale ne po e bëjmë këtë gjë shumë shpejt, në mënyrë shumë të saktë. Po kështu kemi edhe një ministre të inteligjencës artificiale, jo për inteligjencën artificiale, por të inteligjencës artificiale. Kemi një doktor Sultan, por është grua. Dhe është inteligjencë artificiale. Pra është asistente virtuale. Po, si është kjo lloj përvoje? Ajo punon për shërbimet. Dhe po punon për transferimin e korpusit ligjor të Bashkimit Evropian dhe po punon për diçka që ne besojmë do të jetë diçka e fjalës fundit, që është prokurimi publik me inteligjencë artificiale,
për t'i hequr njerëzit nga procesi dhe për të bërë që prokurimi të kryhet nga inteligjenca artificiale. Dërim tani kemi ecur mirë. Besoj që duhet ta ndani shumë shpesh këtë histori, sepse shumë rrënjësore ajo çfarë keni bërë. Në fakt u frymëzova nga një profesor që drejtoi malin e zi disa vjet më parë. Ishim në një darkë me miqsh dhe ai bëri një rritje pensionesh që tronditi FMN-n, WBF-in, të gjitha fët. Dhe në fakt u çuditën si e kishte bërë dhe ai tha, po si Nike, bëje. Sa i përket gatishmërisë për inteligjencën artificiale, sepse duket sikur është paksa diçka që trëm, por disa e përqafojnë si mundësi për të rritur, sidomos për vendet vogla si vendet tona, që kanë gjysmë milion qytetarë pak më tepër, me inteligjencën artificiale mund të prodhosh vlerë të shtuar po njësoj se të kishe 50 milion qytetarë, kështu që nuk e kishte shumë gabim. Edi kur tha që Mali i Zi mund të jetë 50 milion qytetarë me inteligjencë artificiale. Inteligjenca artificiale ka ndryshuar tërësisht pikpamjet se si apo sa produktiv mund të jetë edhe një vend shumë i vogël. Dhe për ta thënë thjesht është që ti mund veprosh mbi fuqinë tënde. Nuk e them këtë gjën fjalë për fjalë, sepse në momentin që ti ndeshesh apo po them përdor aftësitë tua mbi fuqinë tënde, mund edhe të zohesh, por mendoj që është shumë e rëndësishme, sidomos për vendet e vogla, që të zbatojnë në mënyrë agresive dhe dinamike inteligjencën artificiale sa më shpejt jetë mundur. Pra, është absolutisht një model mbijetese 1-1. E kuptoni që na ka mbaruar koha, jo? E dëgjuat planin sekret që kishin? Jo. Pra, në rast, larg qoftë se BE-ja do të dështoj, Brukseli ri do të jetë Podgorica. Prandaj edhe jemi kaq ngushtë, prandaj edhe tregoni kaq të mirë, për 500 milion njerëz, Podgorica do të jetë kryeqyteti dhe Malin e Zi në qendër. Këtu e dëgjuat për herë të parë. Mali i Zi, pra. Faleminderit, kënaqësi që ju takova, faleminderit për shkëmbimin tuaj, është gjithmonë një kënaqësi, duar trokitje. Faleminderit shumë. Many thanks to all of you. Faleminderit shumë